O prof, ta pishek, ta pëmarin kushtetutën, nuk po kësyrin, çka jep zgjidhje, po kësyrin me zgjedh na i birë dikun, që komplikon situatën e nuk e çaron Nuk e lëshon, nëse nuk e lëshon, atëherë kjo është çështja e policisë, nuk është çështja ime. Përndryshe me 5 prill, në mënyrë automatike, kryetari i parlamentit bëhet ushtrues detyre të presidentit, i cili mandati është 6 muaj. Me 5 prill, automatikisht. E shitën se shitën këta. Dul kandidati i dytë me 5 prill, Vjosa është ish presidenti i Republikës Kosovës. Në zyrën e Vjosës shkon Albolena, tash faktikisht. Çka kanë bënë në mujdit profesor? Pidhimtës, pi gazepit, peshtoj si pyetje. Çka ndodh profesor nëse deri me 5 prill nuk ka pra vazhdojnë një ta blokat, vazhdojnë halatu taku, herë mirë me Albinin, herë mirë me Bedrin, herë Bedria me Albinin, herë Albini me Vjosën, jo po pajtoni, jo po pajtoni, jo po pajton Trump, jo Edi Rama. Vazhdojnë kjo saga e blokadës, këto 2 vjeçare, çka ndodh me 5 prill? Ta gjatë kësaj kohe duhet përsëri mu taku dhe me përcaktu zgjedhjet. Asnjë detyrë më nuk kanë, domethënë kanë kalu gjitha situatat. Duhet më taku partitë politike dhe mu bashkë me presidentin, domethënë më taku dhe mi shpall zgjedhjet e jashtëzakonshme, në të cilën president ja ka mundësi mi shpall zgjedhjet e jashtëzakonshme, përndryshe me 5 prill, në mënyrë automatike, kryetari i parlamentit bëhet ushtrues detyre të presidentit, i cili mandati është 6 muaj. Me 5 prill, automatikisht. E shitën se shitën këta. Dul kandidati i dytë me 5 prill, Vjosa është ish presidenti i Republikës Kosovës. Në zyrën e Vjosës shkon Albolena, tash faktikisht. Çka nëse nuk e lëshon zyrën Vjosa? Se thotë sumoj seanca hala. Se këta po prof, ta pishek, ta pëmarin kushtetutën, nuk po kësyrin, çka jep zgjidhje, po kësyrin me zgjedh na i birë dikun, që komplikon situatën e nuk e çaron kushtetutja. Nuk e lëshon, nëse nuk e lëshon, atëherë kjo është çështja e policisë, nuk është çështja ime. E policisë? Po. Policia duhet me garantu ushtrimin e detyrës. Okej, interesant. Po shteti është aparat dhunë. Interesant. Tash, mas jemi muajin e fundit. Presidenti mundet me marrë vendime në afekt. Se jeni prish shumë kesë. Që ke po, që ke pre... Sikur sot jo. Në tardhën nuk e ditë. Prit, po parajmëro të nesër që kam insistu me shpërnda dhe ku vendin. Unë po flasë me t'nime. Fatkesisht kafja vazhdojmë si institucioni ma i larë shtetënor. Si në kalumen si tash. Profesor, gjatë këti mujtë, sa është presidenti janë detyrë, kanë me të 30 ditë para se me kalu afati kohori sajna. Vendimet e saj, a jenë kushtetuese apo antikushtetuese? Po, kushtetuese, dhe më thonë, e vështërën funksionin komplet, që ka funksionin, që ka kry deri me tash. Do të të kushtetuese? Po. Profesor, nëse zgjedhet për shembull, hipotetikisht, nëse zgjedhet presidenti i ri, detyrën presidenti i ri e merr pas 1 muaji. Nuk e merr aty për aty, dhe më thonë, fuqi detyra aty hin pas 1 muaj, me 5 prill. Profesor, me zëto parashikime, me zëto deadline-a që jep gjykata kushtetuese dhe kërkon detyr kushtetuese e Republikës Kosovës, a mundet me dalë dikush nga vetëvendosës ose nga partitë e tjera me thonë, valla na s'pe thrasëm seancën sepse nuk janë 2 kandidatë? Edhe pse kushtetuta e parashet, thot, s'po m'intereson, edhe në gjysmë mini problematik me këtë akuzë ordinere, nuk shkon 3-4 herë në kohë vinë policia në rejnë zhak, çojnë te veni. A mujnë me përdorë? Çka nëse përdorin, çto prapë thonë valla? Ndoshta se ke lexuar se Albolena është deklaruar se nuk e thras seancën. Po dhe thaj, po është deklaruar. Ato sojna pi. Është deklaruar zyrtar është. Po dhe është shkeli kushtetues, apo vën shkeli kushtetues? Absolutisht. Absolutisht shkeli kushtetues. Po. Nuk banë kështu, nuk veprohet kështu shteti, s'banë kështu shteti. Është gabim, është qasje tepër e gabume, është shkelje rregullore të parlamentit, është shkelje, domethënë, e konventave evropiane, janë shkelje e kushtetutës, shkeljen të gjitha normat. Profesor. Kjo domethënë tangon në anarki. Nuk banë kështu, nuk banë kështu shteti, këtë mënyrë. Ka përgjegjësi kushtetuese, secili autoritet i shtetit, ka përgjegjësi ligjore, përgjegjësi kushtetuese. Nuk banë kështu në bazë të vullnetit personal me vepru. Profesor, hipotetike, opozita nuk po pranon me si kandidat, po thot po duhet na marrëveshje politike. Vetëvendosja po thot nuk po qesëm, nuk petrosëm seancën, se nuk e kemi kandidatin e dytë. Më tash trova pyetjen, a mundet me sit vetëvendosja kandidatin e dytë? Dhe po. Të drejtë ka. Okej. Profesor, a mundet me thirr seancën nesër vetëvendosja? Edhe çka nëse nuk merr pjesë kërkush prej partive opozitare? Shushe parashe. Seancën për forumin. Për zgjedhjen e presidentit. Mund të opozita apo bllokon? Seancë kryet. Sonte duhet më kryet, ose kryet sonte mund të thirrë në lidhje në vazhdimsi, po është pa efekt.
Nëse sonte nuk kemi një sonë jashtëzakonshme, ka po shkon Kosova, po him drejt një fillimit një krize? Po him në reciklimin e krizës së vitit kaluar që kemi qenë. Riciklimi i krizës kalume nuk tul pa dome ndaj shtetit, besimit, largimit njerëzve. Damet janë e kom cek. Cilat janë damet e mëdha se është hera e dytë që bllokohemi. Akuzat kryesore ndaj këtij shteti janë kanë ndaj armisë tonë, kur vjen nga Serbia, Rusia dhe të tjerë që është shtet hajgare, shtet improvizuar, shtet që nuk funksionon, shtet që nuk ka me ditë kur me funksionu, shtet i cili nuk ka parim, nuk ka bërim edhe nuk ka shtetësi. Edhe nuk ka institucione. Shumë bukur. Sa pedontojnë këtë pjesë, edhe cilat janë rreziqet, edhe pse ne kemi një mendim gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Tash për masat, domethënë për masat tash nuk mund t'i masën.